Përshëndetje, unë jam Angela, jam një personal trainer dhe ky është kanali im i YouTube-it. Kush nuk më ka bërë subscribe, shpejt bëni subscribe, like dhe koment. Mos harroni të komentoni, do e vlerësoja pafundësisht shumë komentet tuaja poshtë videove të mia, çfarë do dëshironi të shihni te ky kanal. Sot do shihni një mini vlog ditor, pasi ma kanë kërkuar gocat e grupit dhe unë me dëshirë e bëra sot që është ditë e shumë dhe nuk kemi ushtrime. Kështu që shikim të këndshëm, mos harroni dhe një herë më bëni subscribe. Shikim të këndshëm. Mirë mëngjesi, është akoma mëngjes, është herët, atëherë unë jam ngritur, jam larë, jam rregulluar sepse sot më duhet të shkoj në Firenze, por ju a kam premtuar unë që do bëj një ditë me Angelën, por s'ja mësoj që të hap kamerën që sapo u zgjova. Gjithsesi tani do ju tregoj disa hapa që unë bëj në mëngjesin tim, në rutinën time nga hëna në të diel, çdo ditë domethënë. Do ju a tregoj hap pas hapi, çfarë konsumoj unë, çfarë bëj në si fillim, e të tjera. Tani, filloj. Si fillim pi kolagjenin tim, më pas kam aloe vera që e pi, prit t'ju a marrë që a tregoj. Në një gotë me ujë, hedh një tap aloe vera dhe e pi esëll. Por më pas nuk mund të konsumoj ushqim, domethënë të paktën 30 minuta pasi pin aloe verën s'duhet të konsumosh ushqim, konsumoj një frutë. Tani e hapëm kolagjenin, është shumë ftohtë, prit të mbyll derën. So plevitosëm kolagjenin. Asërë më. Asërë më koca. Më pas marrim gotën, prisin të marrë dhe gotën. Marrim tapën. Prit tani se nuk duke fare. Na i bëni hallat se është herë e parë që bëj nga këto. Gjithmonë ka një herë të parë, marrim tapën dhe hedhin te gota. Fap, kaq e thjeshtë. E mbyllim. E fusim te frigoriferi. Tani ujë natyral. E pim. Kanë kaluar diku te 15 minuta, do pi kafen time para se unë të dalë. Se ku jetoj pa kafe njerëz, shkoj pim kafe, ne kam bërë kafen gati, ta pi bashkë me ju. Pim kafe. Më thoj që je italian, pa më thënë që je italian. Kafe të shkurtër dhe si shots. Na bëftë të mirë. Veshja ime sot është kjo, por që s'duket qartë, gjithsesi. Tani do dalim, do ju marr me vete dhe në makinë, pak, dhe pastaj riflasim përsëri. Sot unë do ju tregoj çfarë mund të konsumojmë neve, të rrim shëndetshëm, nëse jemi jashtë shtëpisë dhe kemi punë, apo nuk mundemi të jemi në shtëpi që të gatuajmë. Kështu që çfarë do marrun jashtë, kur të jem jashtë, sepse nuk do jem në shtëpi për të konsumuar drekën, dhe pse sot do mendoj se do ta konsumojmë shumë vonë drekën, zakonisht goca, do ju marr dhe ditët e tjera, por dreka ime është në orën 12 maksimumi. Në rregull? Ikim tani, nga këmbët kam veshur një paltaka të bardha, e çuditshme por e vërtet. Na i ndis dritat, por nuk duket pastër, duket. Atëherë, shkojmë, marrim çantën. Çanta është kjo, si gjithmonë me të njëjtën çantë. Çanta si thes, dhe le të shkojmë në makinë tani, vendosim syzet. Po, kam bërë pak make-up, por e shikoni është shumë qartë që kam bërë një make-up shumë të thjeshtë, sepse nuk më pëlqen të lyen stort lyen, dhe problemi im me syt, këta syt që disa i pëlqejnë ngjyrën e shkruar, është që nëse unë i lyej syt me rimel, çfarë më ndodh? Më ndodh që më lotojnë syt, kështu që e ka më mirë t'i bëj ato qerpikët extension se sa të blej rimela pafundësisht shumë edhe të lotojnë, do ndihem keq edhe të bëhem si fantazëm. Një gjë tjetër që çfarë bëj unë e çuditshme por e vërtet, është sepse vetullat e mia kanë qenë në korrik
që unë i kam hequr, sepse nuk kam besim të askush, sidomos këtu në Itali, mi heqin sprapthi, dhe i vetmi vend kur mua vetullat mi qajnë është në Shqipëri, dhe kështu që kam qenë në korrik që kur isha në Shqipëri me vetulla si Xhaxha. Dhe të shkojmë të bëjmë vetullat në një ditë tjetër. Paçi, kaq kisha për thënë. Haj. Sa po arritëm në Firenze, mbaruam punët që kishim, por di të them që ka super trafik dhe punime gjithandej. Sa po të arrim në destinacion, pasi do konsumojmë dhe drekën dhe vajtje ora vonë. Është shumë vonë për të konsumuar drekën, është 2:15, kështu që kemi super uri. Do ju marrim aty, edhe pse kemi dalë xhiro, do me thënë unë në këtë rast, nuk do konsumojmë budalliqe. Dhe kjo është me fakte, me deklarata, okay? Si jemi për pak se tundemi këtu në makinë. Ja dhe Firenze jonë e bukur. Dhe doja t'ju thoja që sot është një super kohë, është një kohë super e bukur, shihet qartë. Tani, nëse ma vërë do qëndrojmë tani, se ç'o bëjmë? Ja, shkon sa me fat jemi fapun dhe si shile. Ua, ja, kapën dhe një Lamborghini. Kjo rruga është super bukur. Më pëlqen ka, ngjyrat. Edhe pse kam kaluar me mira herë këtu, më duket gjithmonë kur kaloj sikur është herë e parë. Gjithsesi, tani shkojmë atje dhe ju flasim nga atje, okay? Tani, dua t'ju jap një impresion që po më shohin me mikrofon këtu në makinë dhe t'ju them të vërtetën s'po ndjem fare në vështirësi apo që mos të flas, përkundrazi po flas. Dhe njëkohësisht po vëzhgohem nga mira sy. Se çfarë po bëj unë këtu? Tani ta din këta që ju e dëshironit një ditë me mua, se din këta. Nuk e din fare. Ja ku është restoranti. Më në fund gjitëm parkim dhe do shkojmë të ham. Jemi te Piazza Michelangelo. Dhe këtu është plot me njerëz. Si gjithmonë kur vi këtu dimë var, plot me njerëz. Tani, shkojmë te restoranti. Ndimisht ulëm këtu te pamja dhe ulemi gjithmonë këtu ku konsumojmë diçka, pim diçka. Diçka që nuk më pëlqen këtu është sepse nuk ka shumë gjëra që mund të sjellësh, janë shumë pak edhe çmimet i kanë pak të egzageruara ku një Coca-Cola është gati 4 euro për shembull. Nejse, unë porosita një sallatë dhe doja dhe një frutash, por kishte vetëm portokall, nuk kishte fruta të tjera, kështu që nuk më pëlqen vetëm portokalli. Dhe ujë natyral, sallatë edhe të presim të na vinë, ndërkohë këtu është plot me njerëz. Unë që kam të mikrofonin. Kaq. Miq, tani më erdhi sallata dhe kemi vetëm një problem që ka një mozzarella dhe mozzarella nuk mund ta konsumoj, kështu që do e lë. Po mund të konsumoj sallatën, konsumoj vezën që ishte dhe tonon, kështu që na bëftë të mirë dhe shihemi më vonë. Tani shkojmë në shtëpi. Na pret një rrugëtim i gjatë. Bye. Atëherë goca, ju lash në Firenze, erdhëm në shtëpi, kemi rreth 2 orë që jemi në shtëpi. Tani do të përgatisim vaktin e darkës, por do ju jap një këshill këtu tani për vajzat që kanë probleme me tretjen. Dhe kur konsumojnë, po dhe sikur të konsumojnë sallatra apo diçka shumë të lehtë, ju fryhet barku. Do ju këshilloja që para vaktit, të çdo vakti, edhe të drekës dhe të darkës, konsumoni një frutë si për shembull mollë jeshile, dardh apo kivi. Ndihmon shumë vajza. Mund ta konsumosh 20 minuta, 10 minuta, 5 minuta para vaktit që ti do konsumosh. Në rregull? Tani shkojmë të përgatisim darkën. Gjithashtu unë tham ta egzagerojmë, por
me thënë drejtën nuk e egzagjerojmë, kemi fileto dërri, që do Danieli, dhe fileto pule. Fileton e pulës, besoj se do ta bëj me pak pana, sepse e ha Kloe, po ndërkohë Kloes jam duke bërë dhe supën goca, që është këtu, më pas do e tregoj, dhe ndjejmë që është ngrohur. Nuk vëj absolutisht fare vaj këtu. Po fare. Mund t'i vendosim pak fare krip, por shumë pak. Shikoni pak? Kaq, stop! Ndërkohë që mishi po na bëhet, marrim radikjon, e presim, ta bëjmë sallat, është shumë e shishme, ma besoni. Shumë e shishme. Shumë pak, pasi vetëm unë besoj do e konsumoj. Atëherë, unë nuk i hodha absolutisht fare vaj dhe shikoni yndyrën që lëshon, pra nuk është e nevojshme që ne ta mbysim me yndyrë, me vaj. Okej? Çfarë do t'i hedh unë radikjos? Vetëm gjë që do t'i hedh është vaj ulliri bio, na ka nga Shqipëria, mos thoni që gjërat shqiptare nuk janë të mia, po shumë pak, e paca pak, 2-3 pika. 2-3 pika, po ju vëzhgoj. Pastaj, pak krip. Shikoni pak. Gjasme së ngrohtë. Kaq. Dhe pastaj, ndërkohë duhet të kthej përgjigjet e grupet, se më kanë shkruar gocat. Bi për pak. Te limoni, gjysmë limoni, sepse nuk është se kemi shumë, e shtrydhim. Tak. Okej. Dhe i jep një shije shumë të mirë. Shumë pak, ë? Goca, tarka gati, ndryshimi midis meje që kam radikën dhe peto di pollo, plus do t'i vendos dhe pak parmigiano, po shumë pak, ndërsa Dani dhe vajza do konsumojnë supën, më përpara, më pas do konsumojnë radikjo dhe peto di pollo. Na bëf të mirë. Prova diçka. Orari darkës është ora 7, jo më vonë. Maksimumin në orën 7, edhe pse gjatë javës, nga hëna në të premte, konsumoj akoma më herët, sepse në orën 7:30 kam grupin e gocave që ushtrojnë në darkë, kështu që shkoj shpejt të mbaroj ushqimin dhe shihemi pastaj. Pas darkës, unë me patjetër do të konsumoj pak kafen time, do ta bëj tani kafen dhe do diskutoj me ju disa gjëra dhe pastaj të mbyllim videon që unë sot ta publikoj, sepse ju premtova që unë të shtunë në darkë do publikoj vlogun e ditës dhe fjala e dhëm mbahet. Kafja gati goca, faleminderit që keni ardhur deri në këtë pikë të videos. Ju falenderoj, mos harroni të bëni një subscribe, like dhe koment dhe komentoni çfarë doni të shikoni te videot e mia dhe çfarë video unë të bëj. Në rregull, do ju falenderoj nga zemra për suportin. Mos harroni të më ndiqni në Instagram apo në TikTok me emrin Angela.workout, për vajzat që dëshirojnë të bëhen pjesë e grupit tim, të më kontaktojnë në privat. Dhe me kaq mendoj ta mbyll, por sot do ju prezantoj dhe vajzën time, 7 vjeçare, hajde Kloe. Hello. Nga unë dhe Kloe, ju uroj një mbrëmje të këndshme dhe fundjavë të bukur. Natën e mirë. Natën e mirë, paçi. Paçi.